Janë dy elemente që janë kogja të rëndësishme në raport me ty si personalitet. Ug Bytyqi, ushtria dhe UÇK-ja. Nuk fol shumë për këto. Njerëzit nuk e dinë që ju jeni ushtarak. I shkollum, pra, keni përfundu akademinë ushtarake. Bashkëluftëtar me Ug Bytyqin, tash me ndjedhë fatkeqësisht, në LDK në një kohë shumë të vështirë, sot jeni kryetar, nuk flisni shumë për luftën. Plot njerëz edhe në Sarek nuk e dinë që keni qenë në UÇK, sepse i ke arkivu një pjesë të kalumes tone. Çka do me thonë për ty Ug Bytyqi, UÇK-ja dhe ky raport? Ndoshta jena gut pak, po foli tash si pjesëtar i luftës, ndoshta jena gut me disa dokumente, me disa shënime, me disa libra mas luftës. Historia shkruhet më vonë, nuk shkruhet aty për një herë. Ug Bytyqin është konë ilegale në atë kohë dhe Ug Bytyqi konë pjesë e Ministrisë Mbrojtës. Edhe nuk konë pjesë e Ministrisë Mbrojtës, por në atë kohë nuk konë i lidhen me këta në Sarek, nuk konë i lidhen direkt. Në atë kohë konë i ndjeri Hajzeri, profesori sot që është Haxhi Ferrati. Edhe në atë kohë, unë i kam 7 vllazën, po vetëm një vëlla e ka ditë që jam pjesë asaj pune, asnjë antar i familjes nuk e ka ditë. Edhe në taku me Ug Bytyqin është të vërtet, kujtohet një herë kur na shkuam i shoj planat e mobilizimit në fshatin të Bërdelan, që sot kam dëshmitar gjallë janë edhe 2. E luftën kur kem filluar, kuptohet që më kon pjesë e përbashkët me Ug Bytyqin, deri kur ka përfunduar lufta. Mas që ka përfunduar lufta, më thonë të drejtën, unë më kon një herë në parë më konë komandant kompanie, zamens komandant batalioni dhe në fund 6 muajt e fundit që më konë zamens komandant brigade për logjistikë. Dhe në fund ku vendosën me ndokët shtatorë, është bërë demilitarizimi i ushtrisë, ku vendosën më kthyen punëtorinë tëmë, ku më shku me punu si sharrazhi atë kohë. Edhe kur sa harroj punë e mirë, se edhe të mi kanë punu sharrazhi. Edhe natyra u konë e mirë, edhe ajri mirë, edhe në atë kohë më kujtohet vendosa thash, unë e kryta pjesën e luftës, pikthena familjes, pasi që ti shumë si kaj qytetarët e Sarekës diku në atë kohën kontra nënën 11.500 shtëpi. Dhe u ktheva, unë kujtohet që sot Ug Bytyqi në atë kohë konë kryetari i Lidhjes Demokratike, në atë kohë konë prafërsisht qeveria përkohshme, një qeveri. Ka ardhur me bashkëshortën, me një shofer, me një koleg, edhe ul kur sa roja më mend atë çantën kur ul drasa, po ju them shokon. Ti tha, do ta më ardhe më bota në kryetari i komunës, se kryetari s'ka pas në atë kohë. E këqyra në herë tash që tash unë këtë punë s'u kryeni, herë mas pare tash se të edhin ku shkollën unë. Edhe këtu ka shumë njerëz para meje, shumë gjata që kanë punu, LPK, LKÇK, fronti, tash nuk më marr këtë detyrë, s'jam i përgatitur, tash nuk isha më pranu. Më ka këqyra në herë që tha, ti tha duhet. Unë tha nuk shkoj tash komunë. Unë pres me fitu zgjedhjet më shkoj komunë, po ti ki më shku tash jo nuk shkoj. Ka ardhur administratori i komunës, kur i kom thonë jo, ai befasu, që ka gjetë njëri mi thonë jo. Administrator ndërkombëtar. Masaj ka ardhur një Ug Bytyqi dhe më kabinë, ka thonë ti duhet më shku. Po tash ma fund, ma shumë këtë herë nuk du me folë, s'është më rëndësi, edhe më kabinë më shku. Po ty nisë rrugtimi politik. Po, rrugtimi jam politik nisë për atë parë, dhe i thashë që tash unë nuk jam i përgatitën që të mendu që tash me uheq, për shembull atë kohë ka pas nën kryetar, s'ka pas kryetar, dhe ka ardhur përfundimi. Kom hinë komune, po në atë kohë u konë në kryetar dhe Halit Berisha, u konë një pjesëtar i PDK-s, kem arrit me marrë donacione 53 milion marka për një vjetë. Kur sa arroj 11.500 shtëpi jenë konë të shkatruar në komunën Sarekës. Pastaj kur janë bërë zgjedhjet e para, që në organizuar zgjedhjet lokale, atëherë kom shku, kom punu në prezencë si drejtor për qendrat alarmimit, u konë një departament i menaxhimit të emergjenca pranë Ministrisë në të kohë pushtetit lokal. Prej atyrit pasaj ku marrë kur është kriju Ministria Punës së Brendshme, jam konë, po më duket 2006 drejtor për kufi, azil dhe migracion, deri në fund të vitit 2009. Edhe në atë kohë, kanë thonë do të kalojmë në aleancë, do ta marrëm aleancën, thoshta po ku do të më shkojnë në aleancë? Aleanca është 3%, Bastion është konë LDK në Sarek, Bastion po folin në nivel të Kosovës, konë me 70%. Është konë PDK-ja 2, edhe aleanca konë me numër shumë vogël. Mirë po kem fillu dikun në prill të 2009-s dhe ka arrit në atë kohë shkon kandidat Blerim Kuçi dhe ka fituar zgjedhjet tetor, domethënë në rundin e dytë ka fituar zgjedhjet, i konë në kryetari i komunës së Kthyer Prishtinës. Në zgjedhjet e vitit 2010, zgjedhjet parakohshme më konë,
me kongulljen kanë që të caktohen deputet, se kom pas marakat punë kur, se kom pas shpirt, edhe duhet kena hi, edhe atëherë jem kanë në Prag, unë kom hinë atë konë vend të Ramush Haradinaj e konë interesant, Salia Slani ka hinë vend të Isa Mustafës. Do më thonë 2 suare kësin e konë. Që mandatin e parë, mandatin e dytë në zgjedhjet 2014 që më zgjedh, atëherë më konë mjaft mirë edhe me vota kështu. Dhe në 2017 kthehena sekretari i komunës, fitoj zgjedhjet 2017, fitoj 2021 pa ballotazh dhe tash jam garë për kryetar të komunës, kuptohet kjo është hera 3. Është e vërtetë që, comme thonë disa herë, një është pak, 2 janë shumë. Shumë vetëm thëmë se përpërvam tretin, po janë edhe disa projekte që kisha pas dëshirë mi kry. Që janë vazhdimësi. Po që janë vazhdimësi, që kom folë për ato projekte dhe kanë njerë nuk varë dhe shpi meje, se ti mushme së pranu me thonë zdu mo dhe në regullimi, po kanë njerë varë ato për organet partisë e strukturat. Që tash jemi në garë dhe besoj që edhe këtë garë do ta fitoj jo që po duon, po janë të interesuar qytetarët e komunës së Rekës. Nësa rrë po incizohet kjo, po thua edhe një mandat. Po. Kumojnë për fjallën nëse kandidat. Jo, tash, a i kam qerat matematika masanej, po jo, ndoshta tash obligime kam me përgadit një, për i momentit parë, dhe më thonë, ne kemi zgjedhjet të rregullat, dhe më thonë vitin arshëm partisë, unë ju thamë një publike që hajde, duhet për sot me fillu me punu, mos menonin që e veni 3 muaj para zgjedhjeve, fitoni zgjedhjet s'ka, nuk ndodha, kërkun s'ka me ndodhë.